janë ata që kujdesen gjatë gjithë ditës që fëmijët të mirë ushqehen, por jo çdo moment i ditës është në kontrollin e tyre. Po flasim për periudhën që janë në çerdhe, në kopshte apo në shkolla ku ushqyerja mund të bëhet edhe nga institucionet që u besohet kujdesi fëmijëve. Nga ana tjetër janë gjyshrit ata që marrin një rol shumë të rëndësishëm teksa kujdesen ndoshta në orët që prindrit janë në punë, duke ushqyer shumë shëndetshëm dhe duhet vlerësuar dhe kontributi që gjyshrit japin në rritjen e tyre. Por gjatë gjithë ditës këta prindër marrin një këshilla në çdo hapësirë të mundshme, qoftë nga ata që ka qenë prindër më parë dhe qoftë në hapësirën online, dhe kujdesen që fëmijët të rriten me vlera të duhura ushqyese. Nuk u shpëtojnë dot çokoladave dhe patatinave, sepse me sa duket kushdo që i prodhon kujdeset që fëmijët krijojnë varësi. Por në fund të ditës nutricionistët thonë që nga patatinat dhe çokoladat fëmijët marrin veç kalori boshe. Diskutimin sot e ndërtoj me Engji Hasanin, ekspert e shëndetit publik dhe pedagoge. Është kënaqësi Engji që jemi bashkë. Kënaqësi, faleminderit. Për të kuptuar se çfarë mund të bëjnë më shumë prindrit në kujdesin e ushqyerjes së të vegjëlve të tyre, por gjithashtu dhe të kuptojmë se si ata që kanë krijuar patatinat dhe çokoladat ja kanë dalë me sukses që fëmijët janë të varur. Pse është krijuar kjo varësi? E para doja të thoja që ushqimi është shumë i rëndësishëm për fëmijët për arsye jo vetëm se ato janë në rritje dhe në zhvillim, dhe sigurisht që ushqimi ka një impakt të rëndësishëm në këtë gjë, por sepse fëmijëria është ajo moshë ku mësohen ato zakone të sjelljes apo stili jetesës që pak a shumë na shoqëron për gjatë gjithë jetës. Që do thotë, nëse neve arrim që të edukojmë fëmijët mbi ushqyerjen e shëndetshme, arrim një sukses të madh që të kemi adultë të cilët ushqehen siç duhet. Sigurisht që impakti i kompanive që prodhojnë produkte të ndryshme është i madh edhe për arsye të marketingut dhe për arsye të përbërjes që kanë produkte të ndryshme ushqimore, që krijojnë dhe varësi, ngjyrat që përdorin, kombinimi zakonisht edhe i sheqernave në doza të larta, njëkohësisht edhe me krip në dozë të lartë, krijon shpesh varësi tek fëmijët. Dhe për më tepër që sipas studimeve ndikon negativisht edhe në mos preferencën më pas të ushqimeve të shëndetshme, për arsye se këto produkte kanë një shije shumë të fortë. Dhe kjo bën që fëmijët të kenë varësi ndaj këtyre produkteve. Mirë, ndalemi tek ajo çfarë ndodh në organizmin e një fëmie nëse konsumon patatina, konsumon ushqime me shumë ngjyra, me shumë sheqer, kostat e frutave, etj. Flasim për ndikimin dhe pastaj kuptojmë edhe pse krijohet kjo varësi. Ndikimi është problematik për arsye se këto sheqerna të shtuara rrisin riskun për një sër sëmundjesh kronike. Jo vetëm kaq, por edhe këto kripëra të shtuara dhe gjithashtu edhe këto yndyrna do të rrisin ngjyruesit. Po të shikojmë etiketat e produkteve ushqimore, ka një tërësi me përbërës që shumë prej nesh as nuk e kuptojnë se çfarë janë. Kimikate nga më të ndryshmet me kode, me ngjyrues nga më të ndryshmit, të cilët mund të dëmtojnë ndjeshëm pjesën e sistemit kardiovaskular para të qarkullimit të gjakut. Që fëmijë. Patjetër, pavarësisht se mund të duhet disa vite ekspozim, por që gjithsesi mund të fillojnë në zhvillimin e këtyre problemeve të sëmundjeve kronike. Çfarë ndodh në rast se po flasim një 10 vjeçar në 10 vitet e para të jetës ka konsumuar së tepërmi patatina, çokolada dhe gjithçka tjetër që ka këtë ngjyrues edhe ka këtë shijen vërtet të mirë në pamje të parë, por që më pas vëndson ushqimet e shëndetshme. Çfarë ndodh shëndetit? E para njëherë që tek shëndeti fizik, sepse bëhet fjalë për marrjen e shumë kalorive në sasi tepër të larta mbi nevojat e cilat ato kanë. Ndërkohë që janë produkte ushqimore që nuk sjellin asnjë lloj përfitimi shëndetësor, nuk kanë të gjitha ato mikronutrient, vitamina, minerale, të cilat janë të domosdoshme për zhvillimin siç duhet të këtyre fëmijëve, për rritjen e duhur të tyre. Dhe, siç thash, rritjen e riskut për sëmundje të ndryshme, të tipit diabet, pse jo, sëmundje kardiovaskulare, dëmtim të veshkave për shkak të përmbajtjes së nivelit shumë të lartë të kripës. Shqetësuese është gjithashtu dhe përmbajtja e yndyrnave të pashëndetshme. Kemi të tipit vaj palmës, gjendet kudo, dhe duhet të lexohen ato etiketat që do mos konsumohen këto lloj produktesh për shkak të ndikimit që ato kanë. Unë mendoj që ne në vendin tonë kemi fatin e mirë në fakt që të kemi një vaj ulliri shumë cilësor, dhe ku ka më mirë se sa ushqimi të përgatitur në shtëpi me vaj ulliri që është një nga varat më të shëndetshëm që sjell përfitime për shëndetin. Mirë, Engji, sepse së fundmi paktën në këto diskutimet online dhe në shkrimet duke nisur nga Reddit e shumë platforma të tjera, po thuaj që nëse vaji i ullirit gatuhet, për shembull, i humbet vlerat e tij ushqyese dhe kthehet në yndyrë të pashëndetshme. Por momentin është mit, sepse sigurisht nuk kemi një definicion përfundimtar për këtë studim, por po thuhet. Jo, nuk është mit. Ideja është që ka disa lloje të vajrave të ullirit dhe në varësi të llojit të vajit të ullirit duhet të përdoret edhe në gatim.
që do thot, një vaj ulliri që është ekstra i virgjër duhet të përdoret pa unë ngrohur, dhe më thonë në ushqimet të cilat salatra, për shembull, të cilat nuk kanë nevojë që të përgatiten apo të gatuan. Ndërkohë që një vaj ulliri i përgatitur në një formë tjetër, pra jo ai ekstra i virgjër, do të mund të përdoret, pra një vaj ulliri i zakonshëm mund të përdoret edhe në gatim dhe nuk është se do të ketë probleme në momentin që do të përdoret për gatim. Pastaj sigurisht për skuqe nuk është se është vaj më i rekomandueshëm. E mira është për shembull të përdoret vaj lule diellit apo vaj misri që janë gjithashtu vajra vegetal, që do thotë nuk janë yndyrna të ngopura, që mund të jenë të rrezikshme për sistemin kardiovaskular, por që janë vajra të shëndetshme që kanë gjithashtu përmbajtje të vitaminave dhe mineraleve që janë të domosdoshme. Pra në varësi të vajit ullirit, në varësi të llojit të vajit ullirit, përdorimin në një ushqim apo gatim të caktuar. Në varësi të llojit. Duhet të njohim tipologjinë e vajit për të gatuar. Po, duhet ta njohim tipologjinë e vajit dhe të gatimit në mënyrë që të mos na kthehet përkundrazi në vend që na bëjë mirë të na bëjë keq. Ende çfarë mund të themi për fast foodet? Sado që prindrit mundohen të kontrollojnë çdo sjellje të fëmijëve, jo gjithë ditën janë me ta. Dhe pizzat, hamburgeri dhe gjithçka tjetër duket kaq ljoshse në plan të parë, afatgjatë e dëmton shëndetin e një fëmie, apo jo? Absolutisht, janë totalisht të parekomandueshme. Për fat të keq, fëmijët nuk i shpëtojnë dot këtij trendi të fast foodeve, tundimit, kanë shumë kalori, kanë shumë yndyrna, nuk kanë asnjë lloj përfitimi shëndetësor, nuk kanë asnjë lloj vitamine, asnjë lloj minerali, por më tepër që shpesh herë përdoren edhe produkte që kanë shumë konservues, nitrite dhe nitrate, mishra të përpunuar në produktet e mishit përgjithsisht nuk janë të rekomandueshme të tipit prosciutto, salamra apo çfarë do lloj në produkti tjetër, pikërisht për shkak të kësaj përmbajtjeje të konservantëve të ndryshëm që janë të dëmshme për atë intestinin, pra për aparatin tretës akoma në zhvillim të fëmijëve, dhe për kaloritë e tepërta që ato kanë dhe që për më tepër, duke qenë se nuk kanë përmbajtje të fibrave, nuk krijojnë as ndjesinë ngopjes dhe këta fëmijë do detyrohen pastaj të konsumojnë prapë diçka me shumë kalori, duke të kaluar kështu. Fëmijët kjo tek mbi pesha? Patjetër. Është një nga shkaqet kryesore, ushqyerja e pashëndetshme, fast foodet dhe shoqëruar kjo dhe me mungesën e aktivitetit fizik, është patjetër një nga shkaqet kryesore të problemeve me peshën. Engji, në qoftë se flasim për pjet, lëngjet e frutave, që her pas herë shkruan edhe lëngje frutash natyral, pjet me gaz, pjet në shumë ngjyrues, çfarë ndikimi kanë tek fëmijët? Prindërit e kanë nevojshme ta kuptojnë që në momentin që e kuptojnë të mos u japin apo blejnë fëmijëve të tyre. Më vjen shumë mirë që ma bëre këtë pyetje sepse shikoj kudo prindër që japin fëmijëve të vegjël suko, limonatra, pije me gaz. Absolutisht jo, janë thjesht ujë me sheqer, me konservant, me ngjyrues, nuk kanë asnjë lloj përfitimi, është shumë mirë sikur prindi ta mësoj fëmijën që të vogël me atë frutin në dorë. Hajtë se nuk e konsumon ashtu të paktën, t'ja shtryllim vetë një portokall të freskët. Edhe kur paketimi thot një lëng 100% natyral? Unë nuk do t'i sugjeroj as pak. Nuk mund të krahasohet kurrë një lëng i freskët i sapo përgatitur vetë me ato lëngje të cilat janë të paketuara. Nuk po diskutojmë pastaj pjesën e sigurisë ushqimore, po e marrim mirëqen që ajo është brenda, janë marrë masa higjienës sanitare, por nuk kanë asnjë lloj përfitimi. Pa kaluar pastaj të këto pijet me gaz apo akoma dhe më keq që prindër që i lejojnë fëmijët të konsumojnë pije energjike, që janë shumë të rrezikshme në fakt. Ka një varësi adoleshentët nga pijet energjike? Në fakt, në vendin tonë, sipas ligjit për mbrojtjen e fëmijëve nga pijet alkolike, nuk lejohet shitja, konsumi i pijeve energjike gjithashtu nën 18 vjeç. Dhe ka studime të cilat tregojnë se dhe tek të rinjt, jo më tek fëmijët, konsumimi pijeve energjike rritë ndjeshëm riskun për infarkt miokardi dhe në mosha të reja, të cilat nuk kanë një historik të problemeve me smundjet e zemrës. Dhe rrjedhimisht? Rrjedhimisht duhet kontrolluar nga prindërit. Duhet kontrolluar. Pastaj janë dhe këto pijet me gaz që kanë dhe përmbajtje të kafeinës, kafeina absolutisht jo. A kafeina është shumë e dëmshme jo vetëm për shëndetin fizik të fëmijës, por edhe ato mendor dhe emocional, krijon probleme me përqendrimin, me kujtesën, patjetër. Dhe krijon dhe ndjesinë e ankthit tek ata. Kështu që nuk rekomandohet. Edhe çokolata vetë në fakt që mund të ketë një përmbajtje shumë të ulët të kafeinës, të paktën 2 vitet e para të jetës nuk duhet i jepet fëmijëve. Nuk duhet jepet. Nuk duhet. Na sqaro pak të nënshkrimin që shkruhet zakonisht te këto pijet e frutave, pa sheqerna të shtuar.
Se aty me sa dim ka një kleçk. Çfarë janë këto sheqerna të pashtuar, por që në fakt pija ka konservant, ka shumë sheqer, ka nivel të lartë kalorik. Çfarë janë? Zakonisht në momentin që nuk ka sheqerna të shtuara për të krijuar ëmbëlsinë mund përdoren dhe ëmbëlsues artificial. I zakonshëm për shembull që gjendet edhe te këto çamçakëzat në fakt janë këto aspartami. Që krijon shumë varësi në fakt. Është një ëmbëlsues artificial që mjafton një sasi e pakët për të krijuar të njëjtën ëmbëlsi sikurse sheqeri i bardhë i zakonshëm, por që krijon shumë varësi dhe një përdorim i vazhdueshëm dhe i marrë nga shumë burime të ndryshme ushqimore mund të krijojë përsëri probleme të tipit ankth, depresion, shqetësime emocionale tek fëmijët apo edhe këtë pa kontrollin që ato mund të kenë për gjëra të ëmbla. Të vegjëlit kanë një varësi edhe nga ëmbëlsirat, nëse mund të quajmë prej gjelatine. Dhe nuk ndalen kur zgjedhin ngjyrat më të bukura, format, edhe shija më tërheqëse. Çfarë i bën shëndetit të fëmijëve? Dhe që zakonisht ka edhe shumë ngjyrues, dhe nuk e dim se çfarë ngjyruesi mund të jenë. Sigurisht që bëhet fjalë përsëri për një ushqim me përmbajtje të sheqernave. Tani, nuk po them se është fundi i botës në rast se konsumon një sasi të pakët një herë në të rrallë. Nëse puna e saj, sigur një fetë torte ditëlindjeje nuk është qameti. Nuk bën dëmin, por çdo ditë një por fetë torte. Por çdo ditë, gjithë kohës, duke i dhënë fëmijëve kaq shumë gjëra të paketuara, të procesuara që nuk kanë asnjë lloj përfitimi në vend që të marrin ato ushqime aq të mira dhe të shëndetshme që mund të përgatiten në kushe shtëpie, sigurisht që do të ketë pasojat e veta. Unë doja të theksoja edhe këtë, për shumë edhe për pjesën e mjaltit, që mund të na duket si një alternativë shumë e shëndetshme, deri në moshën 1 vjeç nuk duhet i jepet fëmijëve. Pse? Sepse ka rrezikshmëri, më tepër është për arsye të sigurisë ushqimore, sepse mund të ekzistojë një risk për botulizëm tek fëmijët e vegjël në rast se Botulizëm? Botulizëm. Çfarë është botulizëm? Është një lloj problemi goxha serioz gastrointestinal, një lloj helmimi ushqimor, mund të themi, por është nga ato më serioze. Prindrit mos ja ushqejnë një lugë mjalt deri 1 vjeç, jo. Deri në 1 Deri 1 vjeç. vjeç. Në mënyrë kategorike. E qartë, mirë. Absolutisht. Në qoftë të flasim për drithrat e mëngjesit. Ne i themi drithra në fakt, por në anglisht është totalisht term tjetër, cornflakes që vinë praktikisht nga misri, apo jo? Përzierje drithra është të ndryshme. Po mirë, çfarë efekti kanë drithrat? Drithrat. E mira është të konsumohen për sa kohë që janë ato drithra, jo nga ato të paketimeve të fëmijëve që janë gjithë sheqere dhe ngjyra, por të përzidhen ato lloj drithra që janë sa më pranë natyrale, sa më pak të përpunuara. Pra me tërshër, me lloj të ndryshme farash, pra tek ato natyrale, nuk shohim tek këto ngjyra dhe. Nuk e di sa e preferueshme do të jetë pastaj për fëmijët. Nuk është fort tërheqëse, por është e shëndetshme. Por është alternativa e duhur. Dhe mënyra se si gjyshërit na kanë arritur ne dikur të vegjël, me ato përsheshje me qumësht, apo me mënyrën se si ushqeshim me gjithçka që ishte në shtëpi, ka qenë kjo forma e duhur? Mendoj që do ishte një alternativë shumë herë më e mirë se sa ajo buka me Nutella sot, me çoko krem, kështu që sigurisht përpara janë sajuar me çfarë kishin, por ndonjëherë ato gjëra që kishin ishin sa më pak të përpunuara, sa më pranë natyrale, dhe mendoj që çelësi i suksesit ajo është të konsumojmë ushqime sa më bazike. Qumësht, drithra aq më tepër nëse janë të plota, fruta, perime, dhe më thënë sa më pak të përpunuara, aq më mirë do të jetë. Një këshill për prindërit që po na ndjekin në këto momente, çfarë të bëjnë dhe çfarë kategorikisht mos bëjnë. Një kryq i madh. Në fakt doja të theksoja pak edhe për prindërit që kanë fëmijë të vegjël nën 5 vjeç, të bëjnë pak kujdes edhe me ushqime të cilat mund të përbëjnë rrezik për mbytje, të tipit rushi me fara, qershit, kikirikët, arra, këto frutat e thata, dhe më thënë kokoshkat, ushqime të cilat mund të përbëjnë rrezik, duam pak vëmendje. Dhe një tjetër element shumë i rëndësishëm i sigurisë ushqimore për të gjithë fëmijët që të mos i jepen ushqime të pagatuara, shëndet. Ushqime të pagatuara sepse normalisht është problemi i sigurisë. Ushqime pagatuara. Ves të gjalla, mish i pagatuar, krudot, jo tek fëmijët. Dhe peshku të përzidhet pa përmbajtje të mërkurit, të jenë të vëmendshëm që të përzidhin peshk. Jo të konservuar. Jo me përmbajtje të lartë të mërkurit. Engji, të falenderojmë shumë për këtë bisedë. Faleminderit shumë. Këshilla në kohë rekord, edhe urojmë shumë që kushdo që na kanë ndjekur, sidomos prindrit e rinj, të kenë marrë këto këshilla sepse vijnë gjithmonë nga profesionistë. Vendosëm të ishim ilustrues, duke shkuar në produkte, në ushqime që fëmijët i konsumojnë, që edhe informacioni nga shikuesit absorbohet më shpejt dhe më shpejt. Gjithmonë pritur studio, publikut i themi shihemi vetëm pas pak, qëndroni me ne sepse shumë të tema tjera na presin.